Pas pak minutash sërish bashkë kur tjetë dhe dalja e Sali Berishës, do të shkojmë me njerë sërish për para kryeministrisë. Kolegu Anesi Baramemaj është me deputetin e Partisë Demokratike, Klevis Balliu. Po Nesi, linja për ty. Zoti Balliu, jemi pak minuta larg protestës, por bulevardi duket ende i boshatisur. Kur do të nisë zyrtarisht protesta? Ja, bulevardi do mbushet si dhe herën e fundit. Mendoj që ajo çfarë ka rëndësi sot për çdo qytetar është që ka një dakordsi mbarkombëtare, që kjo është kthyer në një qeveri me vjedhje seriale. Nuk e di nëse ka ndonjë ditë të pushtetit saj që këta nuk u ka dalur një skandal në vjedhje. U marrë që nga rastet e vjedhjeve me Tigrin 1 dhe Tigrin 2 të Belinda Ballukut, deri tek 5D-ja e Rion Veliajt, e të Ekoparku i Edi Ramës, e pa fund aferat të tjera korruptive. Tani më mbetet në një mision kombëtar dhe një detyrim kombëtar për të gjithë ne, për ju, për mua, për çdo qytetar të lirë këtij vendi, që të bëjmë diçka për të larguar një qeveri e cila ka humbur çdo drejt, qoftë edhe ligjore dhe morale, për drejtuar vendin. Nuk bëhet më fjalë për vjedhjen e Belinda Ballukut, këtu bëhet fjalë për dorëheqjen e Edi Ramës dhe të qeverisë ai përfaqëson, pasi ata qartazi nuk kanë asnjë plan dhe asnjë detyrë për të rregulluar interesat e qytetarëve apo të vendit tonë përveç interesave të veta. Si do imponoheni kryeministrit për të dhënë dorëheqjen? Kur qëllimi është i drejtë, çdo formë është e pranueshme. Në çdo formë dhe mënyrë ne duhet bëjmë gjithçka për të arritur këtë qëllim. Kur qëllimi është i drejtë, të gjitha format janë të pranueshme. Kjo është një nga format që keni zgjedhur, foltore e përjavshme para kryeministrisë. Do të shohim forma të tjera, ndoshta protestë kombëtare, protestë në kuvend, grevurie deputetëve që ka qenë një skenar diskutuar muajt e fundit, por nuk ka ndodhur kurrë. Pa diskutim që do të ketë dhe forma të tjera, unë mendoj që si çdo regjim tjetër, edhe ky do duhet rrëzohet nga sheshet. Por zoti Berisha thotë që regjimi apo çdo qeveri rrëzohet me zgjedhje. E ka thënë që nuk kemi bëjmë protesta, por zgjedhja është e fundit që do përdoret, mjeti i fundit demokratik që përdoret për të rrëzuar qeverinë. Nuk ka diskutim, por që të ketë zgjedhje duhet të largohet regjimi, sepse është ky regjim që nuk lejon zgjedhje. Patjetër që pushteti i ri që do të vi nëpërmjet një procesi të rregullt zgjedhor. Pa mund të bësh proces të rregullt zgjedhor me këta që nuk lën një ditë pa vjedhur qytetarët shqiptar, sa atyre u duhet ky pushtet për të vazhduar vjedhjen. Dhe atë pushtet e marrin duke vjedhur. Pra në këtë kontekst, e vetmja detyrë dhe e vetmja mundësi për të patur zgjedhje të lira dhe të ndershme është largimi i regjimit. Dhe nëse ka ndonjë arsye që pse sot 55% e qytetarëve shqiptar nuk mbyllin dot fundin e muajit, janë pikërisht vjedhjet e tyre. Atëherë ne tani mund të zgjedhim ose të lëmë këta të na vjedhin dhe qytetarët të ikin në emigrim, ose të largojmë këta që qytetarët të rrinë këtu. Shiko. Është vetmja qeveri në botë që në 12 vite ka bërë atë që se ka menduar kurrë edhe në artikulimin e vet, krenohet për buxhetin e vet. Krenohet që ka rritur buxhetin e vet. Një qeveri duhet krenohet nëse rrit buxhetin e qytetarëve që përfaqëson, jo buxhetin e vet. Këta kanë rritur buxhetin e vet duke paksuar buxhetin e familjeve shqiptare. Dhe këta krenohen për këtë punë. Pra këta krenohen që vjedhin shqiptarët, që taksojnë shqiptarët më shumë se çdo vend tjetër. Keni dëgjuar këta që thonë ne kemi buxhetin më të madh në histori, ose shqiptarët janë taksuar më shumë se çdo herë tjetër në histori. Prandaj kanë këtë buxhet do të jetë gjithmonë çdo vit, nëse do të jemi i vogël do të shkojmë në regres ekonomik. Jo, po kemi problem. Si ka mundësi që janë paksuar shqiptarët në Shqipëri, por është rritur buxheti i Shqipërisë? Nuk ka burim tjetër qeveria përveç taksave dhe parave të qytetarëve. Por kur paksohen qytetarët, si rritet buxheti? Rritet sepse qytetarët sot taksohen 3 herë më shumë se që janë taksuar në 2013. Qytetarëve u vjen gjoba sot 3 herë më shumë se sa u vjeshen në 2013. Kjo është arsyeja. Ju i keni parë që ju i keni policat dhe çdo një tjetër dalin me lapse me letër në dorë të plotësojnë kuotat për të vënë gjoba kudo që të jetë mundësia. Pra nëse parkon makinën dysh, vetëm kur gjen ja 50 polic. Kurse kur vjen Sinaloa këtu, nuk ka asnjë polic. Problemi në Shqipëri kjo është. Shikoni, vinë qytetarët këtu i kanë vënë hekrat kryeministrisë.
Kur erdhi ai Sinaloas, u hap dera kryeministrisë, do takonte kryeministri për të pastruar paratë e kartelit. Duke qenë se dol te kjo temë, tek çështja e ndërkombëtarëve, pasi tashmë Sinaloa apo një pjesë, siç thuhet, kartelit të Sinaloas me familjen Hysi është shpallur non grata nga SBA-ja. Ju prisni gjithmonë lajme nga përtej oqeanit. Zoti Berisha e ka përceu oqeanin, por nuk shkoi në Amerikën Veriore, por në Amerikën Latine dhe prandaj erdhi me disa lajme për demokratët. Si keni parë zhvillimet që ndodhen në summitin apo në kongresin e CD-s? Mendoj që ajo ishte një zgjim për të gjithë që opozita jo vetëm nuk është e izoluar, po opozita sot është në një kontakt të vazhdueshëm dhe